Inshallah, fitonin ndaj veteranëve të Vllaznisë, duket disi habishme, por në futboll gjithmonë nuk ka të pamundur. Shumë e vërtet, edhe ne na duket ndonë, me ta thënë drejtën, por loja ishte shumë e bukur. Rivalitet patme, normalisht ata pa pas momente që edhe mund ta kenë kështu, se kanë menduar si por ma aty futboll edhe kështu si na kena luajtur mirë, me ta thënë drejtën, edhe kena dhënë 100%. Edhe kena mujt. Kështu si inshallah esim kështu. Mis duhet mirë Zmjani, Dani dhe të tjerë besoj që do të habiten sonte. Vetëm kur e para tyne drillin kam, na qena super fans atë, i kena pas illuj, edhe knasi absolute, edhe me tamam po knasena me këtë aktivitet, sepse boll me pas përpara këta legjendat futbollit shqiptar është maksimum. Tjerët më na Një kampionat i parë mbi 40 vjeç. Duket që edhe gjithë zyrës rajonale të Federacionit Shqiptare të Futbollit është e tillë për të vënë aktivitete ato që ndoshta në jetën e përditshme nuk kanë shumë aktivitet fizik dhe duke luajtur futboll është një risi ndoshta. Është një risi shumë e bukur, shumë e veçantë edhe hap pas hapi kur shoh emocione të reja, si me tamam po na mobilizojnë edhe i lumt sinqerisht organizatorëve, sa është me tamam një aktivitet i bukur. Kështu si shpresojmë edhe gjana edhe më të bukura se Shkodra ka nevojë, me tamam po knasena. Sot mundet veteranët e Vllaznisë, çfarë pretendon tashmë Oshe Shkodër? Është kena mund veteran, do besoj se nuk frik nuk kena kem, si. Mana mbrapa shofim. Po jena mirë, me thonë kena filluar se normalisht jena shumë larg me zona, nuk e kena njohur një tjetrin për aktivitet, nuk e dina se si kanë luajt, dita dis për shofim, po bashkona, rrim, edhe kështu si ka dohet po rregullohen edhe me lojën e futbollit. Po shofim tash, besoj se jena në rrugën e duhur, me këtë me sot. Çfarë përmbej? Nes për jush edhe sukseset më të